Shumë ma mirë. Doket si më kon tjetër dvjen. A di na ke ndru ditën sot krejt, po m'doket që jemi qasajt edhe na. Shumë bukur, ma je. Po, bacaze që në kisha dashë edhe tjetër gjatë thëmë për organizimin e 2 gushtit, po e lo tjetër dhe tjeri sot s'pe përzime këtë. Nesër, sot më s'naqat atmosferën. Faleminderit. Jo, përshëndes, kaloni mirë një ditë marë. Miru pafshim, miru pafshim. Ajde ditë marë. Sonte finalja kapuqave. Prej VIP-s. Prej VIP-s kapuqave. Sot burrave. Sonte në ora 19 mu do kishta, në Kaliqan, ishin atje një 3-4 ekipe, edhe aty do transmetojmë live sonte. Edhe aty sonte. Ibrahim Krasniqi po na përshëndet, mirëmëngjesi Bacizeqa Betare, kalojnë ditë bukur, respekt. Aja u kojti që bapat ju pashin bo mirë. Mirëmëngjes. Po, në pranë të pre, mirëmëngjesi, që është jenë zes Isniqi. Shumë bukur, si jeni ju Mustafa? Po, mirë, a jeni mirë ju? Jemi bukur? O, i me këj vikend. Faleminderit, shumë faleminderit. A di që një ullë. Ha! Sukur traktor kër e grashe 33-shin. Sha zëtën edhe aja të herë kun një farfuar me limuzinë si që kjo. Po ta ka pru zoti mirë. Inshallah. Përshëndetje, ty edhe. Faleminderit. Shumë faleminderit Mustafa. Sa bukur. Sot telefonon. Shumë faleminderit prej gjithë ekipit tonë sot që po e përcjellin kaq bukur. E ndriti Adheu, Rinori, Fjoni, Fjolla, Egzoni, gjithë po për kujdesen që sot me shku kaq bukur transmetimi drejt për drejt. Maj bukur jem. Noeli sot na e ka begatu programin. Kon dekori. Që tash kemi mri, jemi në Lubeneq. Te Shaban Rushi. Te Shaban Rushi, qërë tash Shabi. Kur t'na del Shaboni me petla në rrugë. Këtu jenë përmendorët e 100 dëshmorëve dhe martirëve. Ja këtu, me keqardhje. Masakra 1 prillit është tu. është për pak ditë. Gëzuar dita e pranverës, ju shko viti e jeta gjithmonë lumtur ne Xhezogaj. Faleminderit shumë. Përshëndetje Sanie. O Bacizaj, unë e Rilinde. Rilind, hajde Rilind. Disa me të përshëndes me këtë vetuar në luksose që të koke. Faleminderit. Hajr pac. Disa me përshëndes prej qytetit Përzërenit. Prej qytetit më të bukur në Përzëren. Po. Hajde se një ditë kemi marrë edhe në Përzëren. Përshëndesa vetaren që është shumë e mire. Shumë faleminderit Rilind. Thuja betarës, kalo mirë. Hajde tu nga tjetë Rilind. Kalo mirë edhe ti. Këtu më del Sanie, atje më del Rilind. Erdhëm strelc. Këtu ju e dini që jenë 2 strelca. Po. Që që tu është strelci i epër. Ndërsa që atje ma poshtë një është. Që shi thonë ati mëre? Strelci? I poshtër, a? Strelci i poshtër. Ja, strelci i poshtër. Tu të konë një varrez makinash. Varrez makinash. Shqipnia i thonë varrez makinash. Edhe këtu në qendër strelcit e kemi përmendorën e dëshmorit Ismetuka. Maje që ashtu pak kamerën. Shumë bukur. Kjo është busti Ismetuks. Ky që po shoh që qërë thmija që po na përshëndesin me dorë. Aty. Këtu është rruga më shku të pishat. Ku që aty e kësha hongër dreken për shef. Alo? Mirëmëngjes, Bacizaj. Mirëmëngjes edhe juve. Reshati Pisuarekës. Hajde Reshat, mirë se erdhe. Allah i po knaqni me këtë bukurinë fërore të historisë. Në Suarek, në ka bonomi, thonë vraçaj sali shaboni. Da liuk, do Bacizaj.
Nga shka po tham? Ha, Suarika dhe Istoki e kim diçka për bashkët. ana jemi të veçantë, dy partë, e vërtet. Ju du shumë, ej. Faleminderit, përshëndesim shumë. O, faleminderit, e kalonit një ma bukur. Faleminderit, këtu jemi të Lbusha i Sufisniqit. I Suf Lbush, më falë. Të Lbusha i Suf Lbush, edhe jemi... Tani e keni boj misionin ma të shikuar në tanë shqiptarin. Kush ashtu? Toshi Dukaj. Toshi Dukaj. Edhe këtu është Lbusha e Haxhi Kastrat Kamerajt, që njërë ma human, e djallë ma të mirë, e dëgjus ma të devotshëm, e ma besnik, edhe që s'lodh kur, është Haxhi Kastrati Kameraj. Ai kur o nevoja veç din më qu pare dhe më thonë më su merë me muhe. Një mine kemi që tu në lidhja. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Minja, përshëndet ma strelcin shumë. Konë më ta përshëndet? Strelcin. Strelcin tam, Po e mine. E kalum atë kompaninë autobusave aty. Trajtursin. Alo, Alo, mi mëngjesi. hajde da u të lezaj. Desha mi ju përshëndet për Gjermania dhe mi ruti të ba ty edhe stafit tonë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kaloni shumë mirë. Da u të nga tjeta, jemi në hyrje të Deçonit, më saksisht jemi të ura Dems. Jemi të ura Dems në hyrje të Deçonit, këtu ku gushonat e Deçonit u kanë dhonë kuale uj, edhe nuk kanë mujt prej gushe, kështu me ullë kryt e me pa ato i pi kalive tuj, po e ka pa kalin e ati tjetrit, se s'ka mujt. E i kanë thonë që që shojt, ato pi kali jemuj, ka thonë po mirë, e jemi, po dhe jyti të pi është, se s'kanë mujt pe i gushe kështu me ullë kryt. A i kishë në zonë krejt dhe gjusë që të pëthojnë? A i kishë në zonë, jo, mëre, jo s'kash. Dhe gjusë të dikujna jam ledhe me që të kerba të Ja, na i kem dhe gjusë toni kemi. Këtu e kalum restoranin Blini, restoranin e Isniqit, kur rinë Isniqi aty, Tropicona, supermarketi. Po, këtu e kemi edhe restoranin Tropicona. Hajde të provojmë shpejt edhe i telefonot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kaloni mirë. Faleminderit, kalo mirë dhe ti. Faleminderit. Drumi Telit, këtu drumi Isniqit të rrethi këtu, që tu hyhet më shku në Isniq. Tash nuk jemi në kamer, tash e kemi pamjen nga Deçoni, në mundisha me gjete bashkë me pa Deçonin. Që shi thonë këta kanë marak Deçoni. Me theksu pak. Pa, Deçoni. Problem. A dhe të pranojmë edhe i telefonot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Bacizet. Hajra broha, përshëndetje dhe për juve. Edhe unë ju përshëndes. Bëllë bukur limozina, po ju e pas këtë zbukuru me abetare në stafin. Shumë falenderit, Hajra. E kalofshi një ditë sa ma të mirë na knaqët. E mira ju gjete përshëndetje për krejt familjen Gorçaj. Faleminderit, gjithashtu. Tung, tung. O shoferoga, jepi pak mo avash. Hajde shkojmë edhe me i telefonot tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje për ju dhe Azeq, Faleminderit gjithë shumë. staf, Shumë një faleminderit. program i mrekullueshëm, ma Po. përshëndet edhe Art Limen, Milot Dulen, Ha. Lipin te, ma të mirin. Shumë bukur. Ju uroj një ditë mirë, Hajde. kalofshi si është mas miri. Faleminderit edhe për Faleminderit juve. Hajde kaloni mirë. Tung, tung. Jemi në qendër të Deçonit. E kemi kamerën tjetër për para na jo. Jo, a? Ani mund është mu këthy ti? Këtu duhet. Alo? Kaloni mirë. Ani faleminderit. Po thot sot kom e majt men këtë ditë se e kom edhe ditëlindjen janë uzbytyqi. 111 vjet. Me lidh ditëlindjen me këtë. Jemi të stacioni Shëtitje. po ashtu fam keq i policisë në Deçan.
Në 81 më kanë pa marrë që të një herë. Hajde janë herë. Shumë kom hekë edhe unë. As kom status të veteranit, as dëshmorit, as të invalidit. Dëshmorit jo inshallah. Jo inshallah dëshmorit jo. As veterani arsimit një kimik ta kam pa ep Po një një herë. kimik më kanë ep, veterani arsimit një kimik 6 euro. Edhe ato më do këtë në Libarin me shere kanë pa blesi, kanë pa leo parët heq. Ja. Qka o ka bohët ashtë që tu, a thua mundë me ditna? Përshëndetje. Që tash? Pa që zheq? O, përshëndetje për krejt dëqonin. Faleminderit, ku jeni dëqan? Qysh jeni? A jeni mirë? Qysh po kaloni? Ani? Shasë të që bapa ti murëm po me... Ja, bollosh taj që bapa, bisa mja qonë. Si jeni? Ja, si ke monga A jeni alo. mirë? Tu Pa nga ty tjeta. kemi. Qysh jeni? A jeni shnoshë mirë? A jeni rahat? Ka po shkojnë tash, apo dini gjo? Po? E kreva? A e kreva? Jo vram do këtë një adem ljush diku më të në prit. Ade, a ecim na para limuzina, kem ku mu parku që atje? Halal u kuft. Bravo Dëqan. Mirë se u kemi gjithë shoq. Faleminderit shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Hajde shkojmë ka dole abetare? Po. A guxon me parku që tu ju, a? Po këtu qka lype? Kua? Hoja? A, taksisti, taksi Shërëmeti. Taksi Shërëmeti po të përshëndet Bacizeq. Ku e të punu këtu? Kua? Shumë bukur. Shumë bukur. Hajde abetare. A dula demi? A, kemi mikrofon tash? Që, e morim temin pa problem. Hajde, okej. A na dula demi, qëre? Ju, Allah razullah. A për rritësh, o qik me mira. Qëra dem lushi? Hajde se zbën me arnë Dëqan pa ju taku. E shpesi? Kalë ta vendosi këtë mikrofon pak. Të në gjatë jeta dem lush. Të në gjatë. Që edhe mikrofon? Jo, mërë. Mëse kanë qëta me neve, ju. Ja, më s'kita. Pa më duhet për... O, këta Dëqoni tigra. Më sumer. Zaj, se më duhet abetare? Po dulem ka dole. Ka duhet me rrugës. Kemi kalu shumë mirë. Në pe jemi nalë kem pushu një 5 minuta. Qysh jeti adem? Po mirë, kërësisht, po Qka thot Dëqoni? Pa Dëqoni, me aktivitetet të shënimit e popesë të Dugazinit ashtë që është. Dohot kemi disa... Oshtë tonën apo? Po, ka fillu dje faktikisht. Po aktivitetet? Po, ka pas krose, ka qenë kuadrë të shkollave të fillore, mes me tulta, do të si bjen. Po. Pas taj sot është turniri boksi në ora 13 në palesën e sportit. Ja, boks nuk ka marakone. Dërsa pas nesër, do thëmë në sekatë, është manifestimi sendror të filluar me homazhe për orës 11. Pas e programi artistik dhe... A dëgjo, a ka tatlija atje ku ka pas? Janë si lej të spishtë me thonë tërë ato. Që dojnë ato... Kemi shumë telefonota, po na vjen keq. Na vjen keq, nuk mu i pranojmë. Na vjen keq. Tash nëse lypë tatlia betarja, se të spishtë e kemi, bëjmë dishka. Haxhimakula, që shpe e thojmë. Haxhimakula. Profesor, përshëndetje. Mizare, fa e ka mundesh. A bon vakimu kun djali Demoks që kë? A je sahi? Djali Demoks, qësh je? A je mirë? A je djali mirë? Basaze, zëqër fontanë, që ashtu se se, a betarja kjo? Mirë jëm, shumë mirë jëm. Demokën e kemi dash na shumë. E kemi shmu, e kemi respektu shumë. Shqyqër si je mirë. Oresh Mehmeti.
Rësh Mehmeti në Gjurdi. Qëshje si je? A je mirë? A e zhjem. Ade, vis një dy fjallë Rësh Mehmeti në Gjurdi? I ka qitë do dhi në qarëshi. Po? Beqiraga? Qaj zotni. Sa po i manë orejgjë këto dhi? Dhite mija se në për ty. Bravo! Pa po e të gjanë. Një pisnici! Një pisnici! Vesh më sa njës në kongë, së dajnë që vetë. Jemi mirë, jemi lodhë, pak po mirë jemi. Si jeti? Je mirë, po më vje mirë. Ku jeni ju, djemë të që të këshu këpo, që këshu shpedi? Isnici, të dhe isnici, të A dha isnici? Po, a i daj sjanuz, maj miri. Maj miri, po më vje kes mirë jemi regjë, shumë bukur jemi. Mirë, mirë, po. Ikem për pak, faleminderit. Shihem gjaqë policë. Faleminderit shumë. A, në atë farë koridorin aty. A kun Rifat Berisha? Qa ty? Djali Januzit, si je? A je mirë? Tu nga djali regjë. S'po mi rrinë regjë gati. Prallë të bëj. Qka e 1.000 frangë në mujtë veç sa për shpënzime mja qu. Këto është qendra Deçonit, ajo është objekti i kuvendit komunal. Deçonit aty, ajo është shtëpia kulturës, apo? Po, zes që si pas një projekti që e ka artu krytoj me disa nga ekspertat edhe ta nga shumë prej universitetit edhe për Shqipnije, po me ndonë që me bon një shesh, që qarkullimi me qenë nën tokë, to vjetë më rënuem, edhe me tokë në i s'ka janë, edhe më bon një shesh i gjanë, vetëm për qytetarë, ndërsa qarkullimi që qenë nën tokë të hinjë prej atjet, edhe me dalë në përtem, është pengesë një mullin të cilin është në mbrojtje e ministrisë. Po, mje po shpresoj se du të gjojnë një zgjidhje pas se është interesit. Pra këtu është, to tash është pak ma se pamit e bjeshve. Për gjimnaz? Po atje në dy shkollat e mesme, do të shkolla e mesme gjimnazi, edhe shkolla e mesme teknika po institucioni e arsimit profesional. Po. Do në atje shkollat e mesme të themi sësoj. Shto që të kjo është Deçani, ka njës të ndërtohen nga pak. Edhe pse në ka kem pas penges të majë në zhvillim. Limo! A ka diçka problem atje ju? Jemi, këtu jënë prish ato objektet e vjeta. Këtu kanë qenë objektet e vjeta si kanë qenë, edhe janë rënua. Në regull, se po i shoh policin që aty thash, a vetëm për siguri? Po edhe sa minuta kemi mundësie? Edhe një 10 minuta, i kemi? A të me shku të komuna? Qa më bo të komuna? Se dojmë morë pamje diska me po... Hade vish ti përshëndesim që ta gjagje policat? Më të shkojmë edhe aty. Përshëndetje, profa. Tu nga tjeta? Ki në ojë diska më shtu? Dhe gjavet? Jo, vesh do me i përshëndet, me përshëndet pa të qefë. Me i falenderu për mirë kuptim, shumë falenderit. Ta jem pisnici, djem pisnici. Fik falë më shtë kufsha. Kur jem koni i snici ti e koni i pa lem, sigur. Ta jem dojt e mi, edhe këta jem dojt e mi, e ti në vend tonë, në trullë tonë. Vish na jem më original se këtë, qëfar më bje emri kitin kënisë? Jem më original në kineve. Përshëndetje. Se ti ki bashkë Mehmetaj. Pa falemderit. Shumë falemderit. Pa dhe se të zes me 8.000 po dojnë me... Hade, bravo. Hade, që e betore? Hade qështu qitë në bashkë. Hade qështu me neve, a betore. Komplet mërna. Hade. Hade këtu. Ecë këtu i Hade bërësheni. bashkë në zes. Hete bashkë në zes që të? Ashtu, bravo. Krenaria e shtetit Kosovë që në këta. Më nëzi se kem pritë po frigona që ka njëherë s'pe jadim vlerën. Ka njëherë. Shumë rallë, po. Kesh do ditë në Zvicrë në Gjermoni, e nalë Shënkerin 5 metra para zebra.
E thash, dëshë më mi thyë dhëmë ka herë se ko ka një automat aty për i fotografon. Mirë, shfa respekti. Tasha burri mirë që kjo automati, bro. Tasha ati e natë, ati e më tanës. Atë se mirë është. Mirë është. Kur ma mirë se ku nëna... Ju falenderoj për mirë kuptim. Kur ma mirë se ku nëna jeme, dhe thekë. Jo, është e vërtet. Është e vërtet. Është e vërtet. Nona, për ndryshe dhe non dëshmori. Bravo, aferim, halal. Veç edhe 15 minuta më na i falë. Shkojmë dhe të objekti qeverisë komunale. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Hajde ikim shpejt. Hajde pas doj. Zes, kalëm këdene? Po? Edhe... Po? To sheshi mentor Tolaj. Po sheshi mentor Tolaj. To pra mentori është kacafyt me forcat serbe. Po, aji është vranë demonstratat e... Po, të parat atëherë. Shas ka pranu që të përshduhet motat apo njonat tona, edhe është kacafyt me ta, dhe isa ka gjithë edhe hero. To e ndërtesa ta që në të pënume, në gjykata. Ajo është objekti gjykatës? Po, ajo pjesa këtu për mas komunës, nësa ato në objektet private. Shkojmë edhe të këtu 3 përmenduret këtu. Zaj se për shvëtzoj rasin që të i falendrua tyje, edhe dezu shikusa në televizionin Fontana, ka dalë libri nga shtypi, do në që e kam përkra, kështu që do të kom rasin edhe të jap kur të shkojmë aty, plus është një libër të cilën të ka dërguar Faton Mehmetaj, ko flitet edhe për lanë tonë e tyje. Përshëndetje. Sadre, Qyshini? Ajni mirë. Ajni mirë. A për nxë bacin zeq? Po, në televizor të pomë. Bacin zeq? Tash i darim dhe shërë për e Ani, faleminderit shumë. Ama dorën. Shumë faleminderit. Sadre, Mira gjithë, Sadre. Faleminderit shumë. Edhe kumetet e? Tash edhe falë për krahës që e ke marrë përmes televizionit edhe Dezu Shekuze në ves është botu librin, kështu që do të kam rastin ta jap. Sigurisht se Faton Mehmetaj ta ka dërguar një libër ku jeni ju familjarisht në ato aktivitetet që keni përkra Adrian Krasniqin me grupet e veta. Do të atë libër kom makinë se do të jap tash ti. Ani faleminderit edhe prej Fatonit, prej autorit edhe prej teja Adem. E këtu është shtatorja herojt Sali Qekajt, është? Po. është. Jemi pra të shtatorja herojt Sali Qekaj. I kemi këtu 3 shtatore radhazi, njërën pas tjetrës. E kemi Begrizën, edhe e kemi Luan Haradinaj. Dësa ajo poshtë lapidari i qytetit, është kryen terrenit e qytetit të Deçanit. Po. Këtu është ai mullini. Po, ajo është mullini i cili në fakt e ka hupat funksionin si mulli, mirë po është objekt në mbrojtjen e ministrisë, edhe është që po pengon pak që të investohet edhe të renohet. Pra këtu është shtatorja. Këtu është Begrizaj. Po. Edhe Luan Haradinaj. Aty është qendra e regjistrimit civil. Patent shoferët, letë njoftimat, registrimi makinave, ajo është pjesa atje. Edhe aty është I love you që ke, ha? Aty e kanë vendosë kompani që që... Shumë bukur. Aty e Pallati Kulturës... Nësër për ty janë të njëfshme këtu. Ti jetë që tu. Kjo është pronori makinës, Nasër Shalan, nga Isniqi. Ka folë dhe kryetari dje për to. Bashkim Ramosa. Edhe, pasa zes, edhe në emrin kryetarit, pje përshëndes, falenderoj, po me të vërtetë ka një problem se ka... Ti ka hek dhëmë. Po, edhe djes ka mujtë edhe në takimin që e kishim djeni për organizimin, ves 2 fjallë shkurt përshëndetje dhe largu për shkak se ka një ndërhyrje. Edhe ka folë edhe për Naserin, edhe për ty, edhe më ka... Sot që keni përshëndetje. I urojmë mu rahatu me dhëmë, edhe ja qëmë një porosim, i thonë ki kujdes kur të ngjitsh dhëmë mas pari, se një ko nuk ki kontrol në bita. Zes, atër kom edhe... Shërim bashkimit, sa ma shpejt, faleminderit për gjithë ndimin e juve. Atër e kam derën që edhe Naserit, t'ja jap se s'na kem pas rastin të atakuar në New York, atje në Amerikë ku kemi qenë me kryetarin,
librin Krimet serbe që ka ndodhur në komunën e Veçanit, kështu që do ta kam rastin tash. Për bazës në ta më herët e kemi vest mira se na njofton edhe na kontrollon me njerëz. Është një prej librave pothuajse më komplet, por është pak i lokalizuar kryesisht në këtë pjesë të Rrafshit Dugazhitit, në Deçan, që i paraqet krimet serbe me shifra, me fotografi, me fakte, me është një për libra më komplet libri Ademit. Është edhe rasti ka të Istogut, ka dhe Gjakos, ka dhe familja Nurçaje të tjera. Po, me Gjakos të tjera të këtu. Po, kryesisht jam. Për këtimin mas pari, ma kanë bërë dëgjuesit dhe shikuesit e televizionit Fontona. Me donator për radio televizionit Fontona, na ja kemi mundësu. Kanë ndihmuar Sali Shoqata Sali Çekaj, botuesi është vazhdimisht Ramiz Stafilaj dhe kryetari i komunës Bashkim Ramosaj, që ai libër ka dëpërtu pothuajse në gjitha përfaqësitë diplomatike në krejt botën. Është i përkthyer edhe në shumë gjuhë të botës. Po, është gjuhë turke, angleze, malazeze, shqipe. Hajde, ma kthehem që tu. Vetëm ta shfrytëzoj që rast tash. Hajde. Kjo është abetare. Se më befasove kur the është hera e dytë, një herë kur e kemi marrë një intervistë Bashkim Ramosajn. Në fakt e kemi realizu një emision. Një emision për mëngjesit sukur këtë sot. Po, edhe të vjera. Po, no. Nëse ka mundësi në sejt e shalon që ta krimet serbe, ta kry detyrën e Faton Mehmeta, si më kipa me në qafë. Bukur shumë ko për Zëshir Mehmetajn. Faleminderit shumë. E di se diku e këmë bërë dhe vendin se ku përmendesh. Zesht që kjo është e botume prej dëgjuesve dhe shikuesve të televizionit Fontana, tash ka dalë rishtas. Shumë bukur. Është e përkthyer në gjuhën serbokrate. Po. Kjo është prej ministria, ma ka përkthyer në gjuhën turke. Në gjuhën turke? Po. Kjo është manasia e Deçanit dhe prona shoqërore, është prej Ramiz Stafilajt. Në seri pasi që është në Amerikë, kom dhe se t'jep në gjuhë angleze. Edhe për që është edhe mënasijet e Deçanit. Shumë bukur. Adem, faleminderit prej teje, faleminderit prej shikuesve të radio televizionit Fontona. Po, faleminderit shumë, Adem. Abetare, çështje kishe përfundu ti? A më shku të Kjerrja? Te Vetura. Hajde, shkojmë dhe te Vetura. Po derisa të shkojmë te Vetura, na ja këshim bo një 2-3 pyetje pak pronarit të Veturës, Naserit. Po, edhe do të kishim ecë pak ma shpejt nëse veç kemi mundësi, për me mujt me mri në minutazhën e saktë dhe me përmbyll emisionin. Pak, 5 minuta i kemi. Tregom pak rreth limuzinës. Nëse dikush ka dëshirë që me marrë me qera limuzinën, zakonisht të përdorën për dasma. Dasma, kuna gjeqec, farë do mënyrë si dojnë. Po, qdo aheng familjar që e Qka dojnë për qef? Po mujnë edhe veç për qef me boni shëtitje si na. Po. Pa tjetër. Numrat kontaktus janë edhe mujnë me bisedu me juve, apo jo? Po, mundën me na thirë kur me mundësi tyne. Ashtu. Kjo, to dasma do të realizohen tash dhe mundi me kontaktu sa ma shpejt, limuzina do të vjene mushne me pije, shampanje, senet totally full, si me thonë, gjitha senet si duhet, edhe besoj si do të janë gjithë të knaqën. Ashtu. Sa e ki ti të vështirë me vozit? Nuk ka vështirësi, vetëm mrapa, du të më rujtë për mrapa. Me pas kujdes me pasagjera. Me parashiku si kush kanë, qka bon. Shumë e kollajshme, është njëjtë si veturat makinë vogël, po vetëm si është e gjatë. Po, është shumë bukur. Po, ndoshta edhe aty pak është vështirësia kur ki me u kthy dikun ose diçka, po ju e parasheni ma herë. Ka mundësi e parashikaj, edhe ka mundësi si duhet më nalë, më shty mrapa kaj herë, po mirë. Bukur. Për gjitha ata shikues të cilët tash jemi afër sezonit të verës, të cilët kanë më u martu, munden me telefonu edhe me marë për qef këtë limuzinë, masi nusën e marrin për qef edhe limuzinën me marë për qef, për ndryshe edhe çmimet janë shumë të volitshme, shumë të arsyeshme në fakt, për me dash dikush edhe me marë me qera për një ditë ose edhe për ma shumë edhe qështë marrën vesh me pronarin e tjerë. Në pronësin tuaj, përveç kësaj ki edhe të tjera?
Kena edhe makina? tjera, me kodët do të bim edhe tjera. Se kjo është mirë. një më e madhe si në zanë mas shumëti, po do të bim edhe më të vogla, se puna si shumica nashta nuk kanë mundësi për me marrë tjetë, do të kenë diçka. Edhe ato janë bukura, si këto tipe shumë të bukura. Shumë mirë. Definitivisht na përjetuam një kënaqësi shumë të madhe, një komoditet shumë i mirë, ulset e lëkurës, interieri brenda shumë i bukur, everything is beautiful. Okay. Kjo, unë jo vetëm me këtë limuzin, po kena qilë edhe si bjen shqip me më falë, po marrojmë kauqe, karika. Okej, mobileri? Bashkim Ramosaj na ka, si me thonë, na qilë një derë shumë të madhe për zhvillim ekonomik. Unë për veti kisha thonë rinjis e gjithve, ata si dojnë, unë për veti nuk jem të lyp punëtor, jem të lyp bashk punëtor, më ardhë me rok një deg, ose loj pune për me zhvillu punë sa ma shumë në edhe tana për me investu në Kosovë, me bo Kosovën më të mirë. Edhe i thras gjithë gërbeqarit, mos keni frikë, investoni në Kosovë, se Ja vlen. Kosova është e lirë, është vend i mirë. Edhe ju mundim dhe bashkëpunoni me ne, komuna Dëqanit na ka qelë çdo derë. Tash ndaq me bujqësi, ndaq me ushqime vendore, ndaq me shit produktet. Gjithë ati kemi mundësi, muri, guri dhe druri quhet firma jonë. Edhe mirë se vini, nëse dikush ka një mendim për me qelë një firmë në Kosovë, ose me bashkëpunu me ne, 100 deg i kena. Mundë me nga thirë, me nga kontaktu, më bashkëpunu, unë jam për me jap punë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve. Po afrohemi edhe pak të vetura, ka Bacëzec? Apo e përmbyllim bashkë? Po e përmbyllim. Hajda, ki me thonë edhe diçka? Ja, valla s'kem qa më thonë, edhe me ju përshëndet, me falenderu shumë Naserin, edhe Miljotin, edhe me falenderu qytetarët e Pejsit, i Stogut, e Gurakocit, që na pritën e na përcjellën gjatë gjithë rrugë. Me falenderu shumë qytetarët e Dëqanit, të cilët vërtet ne kanë bënë një pritje tamam sigur më na pathirë ndasëm. Me falenderu stafin teknik atje në studio që i ke milione gëzonin, atë dheun edhe fjollën. 80.000 shikime, 30.000, po, 500 komente, shumë bukur. Dhe ju uroj me shpërnda sa ma shumë të bashkojmë poplin tonë, mos të këshyrim politiken, të këshyrim bashkimin tonë, poplin tonë, të bashkojmë njerë për jetë, të forcohem sa ma shumë. Kjo është presa jonë dhe mërgjimitarve, ku do t'jemi. Ajo edhe i nevojitet popullit shqiptar, në përgjithësi, të në gjatë jeta, edhe këto po ndahemi nga ky transmetimi drejt për drejt, po ja vlem radhën atje në studio abetare, nëse s'ki diçka, edhe një herë faleminderit së cilit për jush. Faleminderit gjithve. Hajde miru pafshim. Asër. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Në dhe në mojë pak në.